Pse partitë tjera, jo vetëm Sali Berisha, pa edhe këto partitë e tjera të reja, ngulin këmbë shumë tek bashkëpunimi me lëvizjen bashkë. Pra nuk e kanë edhe shumë kërkesën për njëri tjetrin, me sa duket njëri tjetrin i zgjidhin gjërat mbas kuintave, i bëjnë pazaret mbas kuintave, por kanë shumë rëndësi për ta publikisht që t'i drejtojnë lëvizjes bashkë për bashkëpunim. E bën Sali Berisha njërë disa javë, e bën Agron Shehaj, e bën Derti Klapaj, e ka pas bërë Endri Shabani mëngjes drek dark dikur. Edhe e vetëm përgjigje që unë di t'jap është se lëvizja bashkë është vetëm parti që ka reputacion moral në shoqëri. Dhe këta duan ta përdorin lëvizjen bashkë si ato duart i pista që shkojnë tek sapuni, e përdorin sapunin dhe kësaj shpresojnë që do pa u pastrojnë duart pak atyre dhe sapuni do bëhet pis. Unë i mbaj mend dikur duart me graso që laheshin në një sapun të vjetër rrogozhine, sapuni bëj më keq se duart, edhe duart sigurisht pastroheshin pak pa u pastruar tërësisht. Dhe besoj kjo është arsyeja pse këta ngulin këmbë në mënyrë frenetike, pavarësisht se ne u kemi thënë jo 100 herë. Pra është t'i biesh edhe një manjak seksual që të qepet në rrugë, e të ngacmon në rrugë, vjen një moment edhe mërzitet edhe ikën. Këta na janë qepur nga Sali Berisha te kryetari i partisë më të vogël, çdo javë duke i ditur arsyet tona të forta pse nuk bashkëpunojmë me ta dhe pse nuk mund të kompromentohemi bashkë me ta.